Jemi në Ferizaj, kemi ardhur për të zhvilluar një bisedë me kryetarin aktual të Ferizajit, zotin Agim Aliu, dhe me njërin nga kandidatët më kryesor për të rizgjedhur edhe një herë kryetari i Ferizajit. Zoti Aliu, faleminderit që je në Blitz Interview. Faleminderit për mundësinë. Merci. Agim, e ke kalu kry herën e kaluar pa ballotazh. Qa po mendon tash? Ke qenë diku 63%, a kalon prap pa ballotazh? Nuk është kjo detyra ime. Detyra ime është që të kemi një ofertë përgjithshme, një ofertë serioze, një ofertë zhvillimore, një projekt që është në kodrat të një programi që është program shumë ambicioz dhe mbi gjitha dhe vetë slogani i programit për Ferizajin e gjeneratës tjetër. Kjo është arsyeja që unë ngaroj dhe kjo është oferta që unë bëj për qytetarët e komunës Ferizajit, e ata pastaj do e vlerësojnë ofertën dhe ata do të vendosin se cili do të jetë rezultati i 12 tetorit. Po për çka apo punon Agim Aliu për të kaluar edhe një herë pa ballotazh? Se kena më folur për programin, po nisa çështu. Ka edhe projekte që tash nuk jam duke i zhvilluar dhe arsyeja pse tash nuk i zhvilloj është për shkak se në punën time, në angazhimin tim gjithmonë kam shmangur çështjet ku kanë bënë me zgjedhjet. Pra nuk dua të pres shirita, nuk dua të promovoj projekte vetëm për shkakun se janë zgjedhjet. Ato do të bëhen pas zgjedhjeve. Kjo është natyra dhe mënyra ime e punës, pra që unë të punoj në çdo ditë të punës brenda mandatit e pastaj mbi bazën e realizimit të projekteve, po edhe mbi bazën e asaj që paraqesim si ofertë, të kemi vlerësimit, po të kemi besimin në mbështetjen e qytetarëve. Pse po heziton mu deklaru? Mendoj që është deklarim i qytetarëve duhet jetaj me votën e tyre dhe me besimin e tyre. Si isha kundër kandidatët? A duket se si vjet ke konkurencë më shumë apo më pak se para 4 vitesh? Se këtu është e drejtë japësh një vlerësim, po besoj. Unë prapë kam një standard që nuk i komentoj të tjerë. Unë e di që qytetarët në fund kanë me vendosë dhe kanë me tregua ke pas konkurrencë apo jo. Po një pabindje kemi. Sigurisht po qytetarët vendosin për këtë. Unë po flas me vlerësimin e tyre si njerëz, po si kundër kandidat. Nga historiku i të bërit politik, derisa unë kam garuar në çdo garë 2017, 2021, po në gara tjera. Zakonisht unë jam drejtuar vetëm qytetarëve të komunës time, me ofertën që tash, me programin, me platformën, nuk jam marrë me kundër kandidatët. Sigurisht se janë kandidatë cilët i vlerësoj për kontributet që kanë dhënë, për vlerat që ata kanë, dhe është në zgjedhjen e qytetarëve që të përcaktohen se sa janë garues dhe cili do të jetë epilogu i garës që kemi me rivalet. A ke pritje të kandidat nga lëvizja vendosje? Për shembull, këtë Kosovë kena pritje Kur'an Murati. A ke pritje edhe tjerë se ta merr mendje pse si qytet? Po ndoshta edhe pritjet kanë qenë edhe të vetë qytetarëve që tjetër dhe Kur'an Murati, duke qenë se është personi që më së miri përfaqëson vetëvendosjen nga dega e vetëvendosjes në Ferizaj, por është përzgjedhje e degës, është përzgjedhje e qendrës vetëvendosjes dhe leadershipit të vetëvendosjes që ata të garojnë me një kandidat tjetër. Pse u tutën me qitë Hekoranin? A zdil ke mira çka? Dikush më thëjke që dikun vitin e kaluar nuk ka dalë sondazhe mi 16%. Unë besoj se këtu nuk janë përgjigje që unë mund t'i jap, sigurisht se mund t'i japin ata që kanë bërë matjet, apo dhe qendra vetëvendosje, se cilat janë arsyet që ai nuk është pjesë e garës në Ferizaj. Kënë qeni me kundër kandidat, sot vetëvendosjen, LDK-n apo në parti tjetër? Po në bazë të curisë së kaluar, në bazë të curisë së kaluar dhe në bazë të performancës së kaluar, do duhet të ishte kandidati i lëvizjes vetëvendosje. Por a është ajo? Realisht në bazë të performancës që ka dhe të rezultateve dhe të kaluarën, kandidat me sfidan do duhet të ishte i lëvizjes vetëvendosje. Agimi je shumë korrekt për me, dhe për ne pak një gazetar që kem qef kështu kur janë kaq korrekt, kena qef ma shumë deklarate, po kalojmë për kësaj teme në atë idenë e Ferizajit të gjeneratës së ardhshme. A mundet mu bo Ferizaj i gjeneratës së ardhshme pa u kry do punë të gjeneratës së sotme, për shembull furnizimi me ujë? Sigurisht se problemet dhe kritikat më të mëdha që i keni. Absolutisht, dhe pikërisht edhe çështja e ujit janë pra disa çështje që edhe ju i potencuat Astrid, që janë çështje që jemi duke angazhuar dhe janë duke zhvilluar projektet. Njëri prej tyre pa diskutim se është edhe çështja e ujit të pijshëm dhe është edhe pjesë e programit, është pjesë e platformës, është pjesë e për Ferizajin e gjeneratës tjetër. Ne tashmë
kemi pasur edhe gjatë kësaj kohe komunikime dhe takime me Bergjën, që është financues dhe bartës i fizibilitetit për çështjen e zgjidhjes të ujit të pijshëm. Tashme ka përfunduar një fazë e fizibilitetit ku do bëhet ndërtimi i digës në fshatin Firari, i cili do zgjas pak, por me rëndësi është projekcion i duhur për zgjidhur çështjen e ujit të pijshëm, por zgjidhja e përhershme e problemit të ujit të pijshëm është përmes studimit që duhet bëhet për fizibilitetin e ndërtimit të ujëmbledhësit në fshatin Jezerec. Kjo në fakt është një temë që ka është shtyrë. A kemi pas tokë si pjesë të premtime, po më duket? Çështja e ujit është më shumë që duhet të adresohet në nivel të qeverive, sepse është barë madhe financiare, jo vetëm për komunën e Frizajt, por për gjitha komunat, çështjet e investimeve në projekte të ujit. Prandaj ne këtë çështje kemi pasur edhe zotim, edhe nga koha e qeverisë Haradina, edhe në kohën e qeverisë Hoti, dhe janë bërë pra hapa, siç është pra fizibiliteti për ndërtimin e digës në Firar, por projekti kryesor që ne kemi insistuar dhe insistojmë si komunë e Frizajt që të merr përkrahjen e qeverisë, këtë rast Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, është ndërtimi i ujëmbledhësit në fshatin Jezerec, i cili zgjidh problemin jo vetëm për Frizajin, por ndërtimi i ujëmbledhësit në Jezerec zgjidh problemin për dy regione, edhe për regionin e Frizajt e edhe për regionin e Gjilanit. Dhe s'kan më të mbledh bashkë dy komunat, Ferizaj dhe Gjilani, me bo, nëse ju me bo vetë, me bo presionin me mjaftueshëm në qeveri që me jesve para, sepse jena, si me dhënë vitin 2025, përdem me ujë, po kemi gjithë ka, po pa kuptim dhe po na premtojnë smart cities a ujë s'kemë. Për shembull. Është shumë e drejtë dhe dihet rëndësia e ujit. Ne, se përket angazhimeve tona si komunë, jemi angazhuar vazhdueshëm me gjitha kapacitetet, prandaj edhe kemi pasur dakordsi, kemi pasur zotime, por sigurisht se ka pasur ngadalësi të zhvillimit të proceseve, sepse ndrimi i shpeshtë i qeverive sigurisht se ka ulur dinamikën e zhvillimit të këtyre projekteve, por së fundmi kemi pasur qeverinë stabile, sepse ka pasur një mandat të plot, 4 vjeçare, dhe unë po besoj se tashmë do shtohet dinamika edhe me qeverinë e ardhshme që sigurisht do të reformohet në mënyrë që përfundimisht të zgjidhet çështja e ujit, sepse kap një koste me 10 miliona euro që është papërballueshme, siç thash edhe më parë, për mbështetje nga ana e komunave. Ajo që ne kemi bërë si komuna. Kritikat më të mëdha janë për këtë punë. Është e vërtetë, sepse ne jemi porta e parë dhe qytetarët na shohin si adresë për të ngritur këtë çështje, por që ne si komunë e Frizajt kemi bërë gjatë kësaj kohe se kemi investuar mbi 10 milion euro në shtim të kapaciteteve të ujit, e po ashtu edhe në krijim të sistemit të ri të ujësjellseve aty ku nuk ka pasur. Ne kemi bërë investim për 5 milion e 125 euro në ndërtimin e një fabrike të ujit që tashmë ajo është lëshuar dhe sado kudo e ka kompenzuar mungesën e ujit të pijshëm, ku ajo ka kapacitet mbi 50 litra në sekond, por si të shoftë, edhe kjo është e pamjaftueshme, ka shi kërkesave, nevojave dhe ka shi zhvillimit të madh dhe prurjeve të mëdha që ndodhin në qytetin e Ferizajt, sepse siç e dini, qyteti i Ferizajt është pi 3 qyteteve që ka numër më të madh të banorëve se sa regjistrimi paraprak. Janë pra vetëm 3 qytetet që kanë statistikisht numër më të madh banorëve se sa. Sa ka tash banor? Tash ka afro 110.000 banorë. Dhe sa dalin zgjedhjet Ferizajt, diku rreth 50.000 po? Zakonshëm mes 55.000 dhe 60.000 votues ka në qytetin e Ferizajt. Ferizajt po rritet, po si po rritet? Sigurisht se po rritet në shumë plane, në shumë dimensione, dhe ne kemi ndikuar me projektet tona që të ketë akomodim të kësaj rritje dhe përshtatje të kësaj rritje, por edhe planet tona janë që të mundsojnë edhe më shumë ngritjen dhe zhvillimin e qytetit të Ferizajt, sepse ajo që ne kemi bërë me projektet dhe me vizionin tonë në kuadër të ndryshimeve të mëdha dhe projekteve shumë transformuese për qytetin e Ferizajt, kemi bërë pra këtë përshtatshmëri me nevojat dhe kërkesat e qytetarëve, edhe rezidentë të Ferizajt, por në të njëjtën kohë jemi bërë qytet që është i kërkueshëm për të ardhur për të jetuar në qytetin e Ferizajt, dhe jo rastësisht pra kemi këtë numër të banorëve, por me potencial të shtimit të numrit të banorëve, për shkak se Ferizajt tashmë krijon më shumë mundësi për secilin qytetar, jo vetëm të Ferizajt, por edhe për prurjet që vijnë nga qytetet, po edhe gjithë gjeografia shqiptare, sepse tashme ka edhe qytetarë jashtë kufive nacional që vinë për të jetuar në komunën e Ferizajt. Agim, kena me dalë gjithësisht me fol për këtë projekt në ri, po dojna më ndalë pak të ato që janë bo, që keni premtuar dhe që janë bo. Dikuni keni pas si pas gapit gjartë në premtime, 13 nuk kanë filluar fare, 39 të përfunduara, 9 gjysmë të përmbusha, 5 të filluara.
Realisht ne kemi përmbushur 90% të kësaj, së fundmi se kjo është një matje e mëhershme, edhe pas matjes janë disa prej projekteve aty që figurojnë të panisura, ka nisur projekte të zhvillohen, sepse kemi qenë në proceset të kontraktimit të punëve, shpesh lëndët shkojnë në OSHP dhe vonojnë kontratat për të lidhur, por në ndërkohë, pas matjes që e ka bërë GAPI, ne kemi filluar disa punë, njëra prej tyre fjala po vije, aty figuron edhe ndërtimi i parkut te ish stacioni i autobusëve, tashmë ai park është duke u ndërtuar, por ka edhe projekte të cilat figurojnë të panisura, si fjala po vije edhe fizibiliteti për ngrohtorën e qytetit, e që ka filluar, është kryer faza e parë dhe ne kemi pasur në kuadër të prioriteteve në mandatin e kaluar dhe në kuadër të angazhimeve që të bëhet edhe ngrohtoria e qytetit në Ferizaj. Tashmë 8 komuna në Republikën e Kosovës janë përfitues të këtij projekti në bashkëpunim me Bezhin dhe njëri prej përfituesve jemi edhe ne si komunë e Ferizajt, ku tashmë siç thash ka përfunduar faza e parë. Po ashtu janë edhe 2 projekte tjera që ne kemi në kuadër të Bezhit, është projekti i ndërtimit të impjantit të trajtimit të ujrave të nxehta, e po ashtu tash pas zhvendosjes stacionit të vjetër në stacion të ri dhe aty ku thamë jemi duke bërë parkun, kemi lëshuar për herë të parë edhe trafikun urban, që po ashtu kemi aplikuar në Bergj që na financojnë në mënyrë që të formojmë kompaninë publike të trafikut urban dhe me blerjen e autobusëve në mënyrë që ti mundsojmë më shumë zhvillimit urban të qytetit Ferizajt, por edhe qasjes më të lehtë të qytetarëve të Ferizajt për të qarkulluar dhe për të shkuar në destinacionet e tyre të punës dhe angazhimit. Po do më nalë disa pika të cilat më kanë bërë përshtypje të këto të cilat janë ose në realizim më sipër ose nuk janë realizuar ende, sepse më kanë bërë përshtypje shumë edhe ato që janë të realizuar, po si me thonë ato i shohin, të këto po du me ditë që kanë qenë pegesa. Boni për përshtypje kjo gjysmë e përmbushur, transparenca e plotë të shpenzimeve buxhetore. Pse s'ke çu deri në fund këto? Është proces edhe tash me programin e ri. Sepse po konstatohet që ka përparime, mirë po i kanë disa kriterje ndonjëherë që nuk e thon krejt saktësinë e duhur, sepse ka transparencë të plotë dhe pikërisht tash në programin e ri të gjeneratës tjetër është digitalizimi i plotë i shërbimeve se ku ka filluar fare sipas GAPit. kemi pasur edhe pamundësi financiare sepse ka filluar, vetë fakti që figuron i gjysmë përmbushur ka filluar. Transparenca e plotë të shpenzimeve buxhetore, gjysmë e përmbushur, po digitalizimi i shërbimeve komunale po thotë nuk ka filluar. Ka pjesë, për shembull në shëndetësi e kemi të filluar, por nuk figuron. Tash janë disa disa prej tyre ende nuk figurojnë në matjet e GAPit, por që kanë filluar. Fjala po vije në shëndetësi, veç ky proces është i digitalizuar, pra është proces i nisur që do të vazhdojë dhe digitalizimi do të përfshijë secilin sektor të punës dhe të angazhimit në kuadër të përgjegjësive dhe kompetencave të kryetarit komunës. E çfarë po vënon në këto punë? Për shembull transparencën buxhetore, nuk është çfarë thjesht sa veç mi bë publike dhënat atë çka. Jo, transparencën ne kemi prezantuar që të jetë më saktë kjo, që të jetë në telefon të dorës. Dhe pikërisht kjo do të bëhet. Dhe ka nisur të bëhet, pra me një aplikacion të vetëm, secili qytetar i komunës së Ferizajt do di për secilin proces të çështjeve të çështjeve financiare, por të kërkesave apo aplikimeve të ndryshme në subvencione dhe përfitime të tjera që ne i bëjmë si shpërndarje buxhetore që të jenë pjesë e këtij digitalizimi dhe në telefon të dorës secili qytetar i komunës Ferizajt do t'i ketë gjitha informatat dhe kjo mundson jo vetëm transparencën e plotë, po mundson edhe efikasitetin dhe efektivitetin në kryerjen e këtyre shërbimeve për qytetarët tonë. Një pikë që më dok interesant, du me të pyet çfarë keni menduar. Qeveria e Kosovës e ka refuzuar projektin amerikan për gazin, por njëra nga pikat që e ke pas dhe cila ende nuk ka filluar, më shpjegoj është ndërlidhja e Ferizajt me gypin e gazit nga Maqedonia e Veriut deri në Kosovë, me stem nga Bashkimi Evropian. Çfarë keni menduar pse s'ka nisë? Sepse arsye dijen, por ne aso kohë kur e kemi bërë zotim, e kemi bërë premtim, kemi qenë në komunikime me organizata ndërkombëtare që kanë punuar në këtë projekt dhe që ka qenë pjesë e projektit dhe Ferizaj që tjetë gasifikimi edhe qytetit Ferizajt. Por tashmë dihet arsye që qeveria e Republikës Kosovës e ka refuzuar këtë projekt dhe ka pamundësuar që tjetë edhe pjesë e përmbushjes në kuadër të matjeve të GAPit. Pra, janë disa prej projekteve të cilat kanë qenë. Por s'ka mund nisë sepse s'ka pas si nisë. Se ka pas Bashkimi Evropian, ka pas me financu? Ka qenë Bashkimi Evropian, ka qenë banka botërore me cilët ne kemi komunikuar dhe praktikisht ka qenë e nisur, por problemi është që më vonë është bllokuar dhe dihen arsyet që qeveria e Republikës Kosovës e ka bllokuar sistemin e gazit ku fatkeqësisht edhe Ferizaj ka pësuar nga ky mos angazhim.
çka është Ferizaj i ri? Ferizaj i ri është Shpërtojnë atë. plani i ri zhvillimor. Ne do të kemi mundësinë që në 4 vjeçarin e ardhshëm të bëjmë planin e ri zhvillimor. Dhe njëra prej arsyeve kryesore pse ne e kemi bërë sloganin për Ferizajin e gjeneratës tjetër është pikërisht digitalizimi për cilin folëm, digitalizimi i gjitha shërbimeve, pavarësisht faktit që disa i kemi kryer dhe i kemi nisur siç konstatuam, por mbi gjitha do të jetë plani zhvillimor komunal. Plani i ri zhvillimor do e ndryshoj edhe më shumë Ferizajin, do e transformoj edhe më shumë Ferizajin dhe do të krijoj edhe më shumë mundësi për shtetarët, për bizneset dhe për gjithë ata që mund vinë nesër ta vizitojnë Ferizajin. Çka i bie kjo? Kjo i bie që secili metër katror i komunës Ferizajit do jetë i mirë planifikuar. Do të ketë qartësi dhe saktësi të planifikimit me zgjerim të rrugëve, me krijimin e mundësive që këto rrugë të kenë trotuarët, shtigjet e biçiklizve, por mbi të gjitha krijimin e hapësirave të gjelbërta. Sepse ne kemi pasur një pamundësi gjatë gjithë këtyre viteve të qeverisjes, sepse kemi trashëguar një plan zhvillimor i cili ka qenë kufizim për punë për projekte të caktuara. Dhe tash me planin e ri zhvillimor komunal, ku ne veç kemi kontraktuar kompaninë, e po ashtu janë mbi 15 ekspertë, cilët kanë punuar vazhdueshëm gjatë gjithë viteve që unë kam pasur mandat si kryetar i komunës. Gjitha këto projekte që janë transformuese për Ferizajin, unë i kam realizuar falë këtij grupi që dhe jam falënderues. Sërish ky grup do jetë pjesë e angazhimit për PZK-n e ri, madje kam angazhuar edhe ekspertë të ri me përvojë dhe me shkollime akademike ndërkombëtare që janë pjesë e ekipit tim në mënyrë që në përgjithësinë e plot të marrjes së zhvillimit në planit të ri komunal ne ta bëjmë atë që Ferizaj do jetë edhe më shumë transformues, po mbi gjitha një projekt dhe një qytet që do jetë shumë më shumë i jetueshëm dhe shumë më shumë i thirrur për të ardhurën e qytetarëve të tjerë për të jetuar, sepse projektet e tilla do të kenë lehtësi pastaj të zhvillimit për të bërë ato që i përmenda më lart. Do të ketë Çfarë janë projektet kryesore? Projektet kryesore është unaza e brendshme e qytetit, e cila do të inkorporohet në kuadër të planit zhvillimor komunal dhe do jetë trajtimi i zonave apo nyjeve kyçe, të cilat në disa zona të Ferizajit janë ngulfatëse. Pra, do çlirohen ato zona me planin e ri zhvillimor komunal, sepse është i tërë transformim i ri dhe mundësi e ri. E po ashtu unaza e brendshme, çka bën? Çka ndikon? Unaza ndikon që të shkarkohet edhe më shumë komunikacioni dhe qytetarët në qarkullimin e tyre, në punët dhe angazhimet e tyre të kenë alternativa të qarkullimit të tyre, por mbi gjitha unaza e brendshme do sjellë edhe zhvillim në hapësirën ku ajo do bëhet, sepse do krijoj këtë mënyrë tjetër të planifikimit dhe të bërit biznes, por mënyrë së jetuarit të qytetarëve që janë pjesë e asaj zone. Për sa kilometra po flas? Është mes 6 dhe 8 kilometrave që synohet që t'jenë... A ka një bazament, a do të gazelu do njësë? Jo, ka dhe ekzistuese. Ato ekzistuese do të transformohen dhe unë nuk i inkorporova këtë, po ajo do të bëhet e re, por edhe ato ekzistueset, edhe ato transformueset dhe pastaj do bëhet unaza e brendshme e qytetit. Dhe tjetra cake? Tjetra ke nyjet kyçe. Fjala po bie, fjala po bie. Ne kemi tashmë në përfundim e sipër kyçin në autostradën Arbër Xhaferi përmes drejtimit të rrugës që shkon në Xhebeslimi dhe në Xhilla. Rruga e Xhebeslimi kur vije në zonën qendër ka një kufizim. Pra është i formë hinke mu në zonën qendër. Dhe pikërisht përmes vizionit tonë dhe përmes planit zhvillimor ne do të trajtojmë këtë zonë në mënyrë që të ketë mundësi pra më të madhe të qarkullimit, sepse është një lloj ngulfatje aty dhe me planin e ri kjo do të lirohet dhe do të zgjerohet e hapësirë edhe të bëjë biznes, por në mënyrë krejtësisht tjetër të territorit. Po ashtu një zonë tjetër është zona e rrugës Xhevlla-Drovci edhe Emin Duraku, e cila vetëm si mostër për mua, sepse në të gjitha zonat urbane do të ketë trajtim të tillë, por si mostër për i marrë këto dy zona, domethënë te Xhebeslimi edhe te Emin Duraku dhe Xhevlla-Drovci. Në kalime mos ka, ai ke kryer. Në kalime nuk kemi planifikuar, por në kalime tunella ai ke kryer. Gjithmonë do të ketë mundësi dhe të reja, sepse Ferizaj po zhvillohet, por ju e dini që ne kemi ndërtuar vetëm
në zonën urbane 2 prej tyre shumë të mëdhej, por janë edhe 3 të tjerë që janë më në periferi, po të cilët kanë funksionin dhe kanë transformuar qytetin, po mbi gjitha ju kanë dhënë siguri i çakullimit të njerëzve, komsorëve, automjeteve, reagimit të emergjencave, sepse ne jemi komuna që e kemi reagimin më shpejt në emergjenca në nivel të Republikës Kosovës, falë ndërtimit të nëngarimeve. A ka Ferizaj është një shtet shumë i zhvilluar me biznese dhe individ shumë të pasur. A ka pare bëllë komuna e Ferizajt për me zhvillu qytetin? Ne sigurisht se jemi kampion të ndërmarrësisë në Republikën e Kosovës dhe rastësisht shpesh na vihet edhe epiteti i kryeqendrës së zhvillimit ekonomik dhe kjo nuk mund të bëj pa pasur biznese të fuqishme dhe pa krijuar tyra të fuqishme nga këto biznese, që këto biznese jo vetëm që kanë krijuar tyra të fuqishme për Ferizajin, por ato dihen që mbushin edhe arkën e shtetit, këtë rast buxhetin e Republikës së Kosovës dhe unë jam shumë i lumtur dhe jam krenar që kemi biznese të tilla të fuqishme, njëjtë kanë kontribuar edhe në komunën tonë, por edhe që ne kemi bërë, se sot jemi komuna e dytë për nga tyrat vetanake në Republikën e Kosovës, se kemi të kaluar madje edhe Prizrenin, që ka edhe territor më shumë, edhe banor më shumë, edhe këtë parametra tjerë më shumë, por ne e kemi të kaluar edhe pavarësisht faktit që jemi komuna e parë që ne kemi liruar 33.33% gjitha bizneset dhe gjithë qytetarët nga tatimi në pronë. Ne edhe kemi liruar pra taksat, po në të njëjtën kohë kemi inkasuar dhe kemi realizuar tyra më shumë se sa komunat. Kemi liruar për 33% tatimin në pronë? Po. Ne kemi liru dhe jam i lumtur që kemi bërë një veprim të tillë, sidomos në kohën ku gjithnjë më shumë ka pak a shumë një lloj ngulfatje të bërit biznes, por jam i lumtur që ne si komunë kemi marrë një vendim të tillë që sadokudo është krah dhe mbështetje për bizneset tona, që gjithçka që kemi sot, ndërtim, zhvillim, progres, është pikërisht fal krahut të punës së tyre. Çfarë ka qenë raporti i Ferizajit me qeverinë? Po është njëri nga kandidatët Urani Ismaili përmeni Ferizajin, tha, pavarësisht qeverisë, Ferizaj ka kry punë, duke e kritikuar Ramën Prishtinë. Si është këto raportet? A e ka pengu qeveria Ferizajin ajo? Varet për rasteve. Kemi pasur raste kur kemi pasur bashkëpunim të mirë, por kemi pasur raste edhe kur nuk kemi mbështetur dhe nuk kemi ndihmuar gjitha komunat e Republikës Kosovës, këtë rast të komuna e Ferizajit nuk kemi mbështetur mbi bazën e projekteve dhe mbi bazën e kërkesave. Sigurisht se që ne kemi kërkuar edhe si komunë e Ferizajit, por komuna tjera kemi kërkuar që qeveria të na mbështesë në shlyrjen e borxheve sa i përket kontratës kolektive, e cila ka qenë ngulfatëse. Po kemi pasur edhe projekte të cilat i kemi zhvilluar me bashkëpunim të mirë me ministeritë. Në këtë rast kemi pasur 2 projekte të rëndësishme në komunën e Ferizajit që kemi zhvilluar me Ministrin e Shëndetësisë zotin Arben Vitia dhe unë falenderoj që kemi pasur një bashkëpunim shkëlqyer me të. Është projekti i ndërtimit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, që është bashkëfinancim mes komunës së Ferizajit dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, e po ashtu edhe kemi diskutuar që më në fund të japim ndërtimin e duhur ndërtimit të spitalit regional të Qeveria e premtoi këto. Sigurisht sepse edhe kompetencë spitali është në nivel të qeverisë. Por ne kemi pasur një bashkëpunim sepse kemi pasur grupin punues të përbashkët mes komunës dhe ministrisë në mënyrë që të gjejmë drejtimin e duhur që më në fund të filloj faza 2 e projektit të ndërtimit të spitalit regional. Po ashtu kemi tashmë të kontraktuar edhe stadiumin e ri të qytetit Ismet Shabani, ku komuna e Ferizajit ka bashkëpunuar me Ministrinë e Kulturës. Këtu i pa përfunduar, i pa nisur realisht te kapi po. Tashmë është lidhur kontrata, se disa prej matjeve të gapit nuk i kanë futur çështjet që kanë nisur. Edhe kjo është një për atyre që tashmë është lidhur kontrata dhe që shumë shpejt presim që edhe stadiumi i ri i qytetit Ismet Shabani të fillojë në lokacionin ku është kompleks sportiv në Ferizaj. Agim, a është ka i fut duart qeveria në zgjedhjet komunale në Ferizaj? Kuptimin lëvizja vetëvendosje duke e përdorur qeverinë, a është duke i fut duart në zgjedhjet lokale? Po sigurisht se vetë fakti që ne kemi vizitat të qeveritarëve që është normale, që është edhe natyrshme, sepse fundit edhe ata kanë partinë e tyre politike dhe ata garojnë përmes partisë së tyre dhe kandidatët e tyre. Është e kuptueshme që vinë edhe unë nuk shas gjë të keqe që vinë dhe bëjnë fushat, sepse është garë dhe sigurisht se ndihmojnë që performanca e kandidatit të tyre të jetë më mirë. Jo, apo i fut duart qeveria, se jo partia politike. Po sigurisht se tash qeverinë e ka një parti politike. Mundet me premtimet moja edhe ne ja kujtohet, domethënë në zgjedhjet e kaluara zoti Kurti dhe nëse voton këtë kandidat
për kryetarët komunën ke votu mu, dhe nëse e voton këto në qeveria plotësoj këtë projektet, dikur juve tjerëve s'ja u plotësoj, e dëshmoj atë pak. Pra dhe kjo është i fakt keqpërdorimi, të këtilla është në Ferizaj. Sepse që bëjnë për shkak do të bëjnë, normal. Sigurisht se Astrid ka gjërat e tilla dhe nuk mund të tërheqësh një vit ndarse të kësaj. Jo, diçka që ka ra sy për negativitet popës, nëse ka. Po, tash edhe këto projekte që unë i përmenda, çështjet e fizibilitetit të projekteve të mëdha që i përmenda, unë e shoh që ka një tendencë të përvendësimit të njanshëm. Po në fakt janë projekte që ne kemi zhvilluar bashkë dhe nuk e kanë historinë vetëm me këtë qeveri, e kanë historinë edhe me qeveritë paraprake, por është një proces dhe nuk është mirë që të bëhet përvendësim i njanshëm. Duhet të jetë merita e secilit participant në secilin projekt. Por jemi në fushat dhe ka edhe gjëra të tilla, por unë po besoj se qytetarët e kanë qartësinë e mendimit dhe e dinë saktë edhe kontributin dhe angazhimin e secilit prej aktorëve në realizimin e këtyre projekteve. Agim, po flasim pak edhe për PDK-n. Pra PDK-ja ka hinë këto PDK-n dhe zgjedhjet lokale. PDK-ja ka hinë këto zgjedhje lokale nga zgjedhjet e kaluara ku ka qenë, si të themi, në përparësi, realisht fituesja. Edhe për kandidat, edhe për kryetar komunash, po edhe përgjithësi për asamble. A do ta mund ta mbaj këtë rol PDK-n në këto zgjedhje? Unë besoj se po, sepse kandidaturat e Partisë Demokratike janë tashmë të dëshmuara në punën, në angazhimin, por edhe figurat e reja që janë kandidatura tashmë po e dëshmojnë edhe në çdo ditë të punës së tyre, me programet e tyre, që është edhe një transformim politik brenda vetë Partisë Demokratike, por është edhe një lloj dozimi politik në gjeneratën tjetër, sepse ne duhet punojmë të mos mbesim gjithmonë kryetar pavarësisht fitorëve që mund të arrijmë, sepse duhet hapim krahun për gjeneratën e re dhe Partia Demokratike pikërisht përmes disa kandidaturave në disa prej komunave të Republikës Kosovës ka bërë shumë mirë që ka hapur krahun për gjeneratën e re. Unë vetë dikur, po fjala po bie në komunën të Kaçanikut, në komunën e Mitrovicës janë kandidatura të reja. Unë dikur ku kam qenë më parë, kam marrë nga strukturat e Rinisë Demokratike, edhe ata janë nga strukturat e Rinisë Demokratike dhe kjo flet mirë, sepse vërtet duhet në përgjithësi të mbështesim njerëz që përfaqësojnë vizion të ri dhe përfaqësojnë mendsinë e gjeneratës së re, sepse kemi nevojë ta bëjmë këtë transformim politik në gjithë Republikën e Kosovës. Po, ka përfshirë edhe gjenerat të vjetër, edhe njerëz të cilët, si më thon, është menduar që ndoshta e kanë arritur atë kulmin e karrierës dhe do të pensionohen. Po jo çdo herë ti mund të kesh kandidata që mund t'i gjejsh nga gjenerata e re, po sigurisht se kjo është sinjal i mirë që në garën e ardhshme do të jetë njëri prej tyre në komuna të cilët nuk ka mundur të jetë në këtë garë. Ku është favorit PDK-n? Unë mendoj që me kandidaturat, jo absolutisht, po unë besoj se së pari në komunat që kemi qeverisur, kandidatët që kemi zgjedhur do të performojnë mirë, edhe unë po besoj se do të jenë fitues të garës, sepse puna e tyre, vizioni i tyre dhe programi i tyre do të bëjnë që fitohet, por potencialisht shoh edhe spaku 2 komuna që mund të fitohen në bazë të asaj që kam si njëri. Për shembull? Po mund t'ja Dragash njëri prej tyre. Dragash. Dhe tjetra? Tjetra Klina për shembull. Pra thoni i mban këto komuna PDK që i ka? Me ajo që është duke... Si pritje po flasë, ose analizë, si pritje më si pritje, si të shoftë unë jam pa mundësi për t'i parë këtë garat, këtë programet, sepse kam garën time, kam programin tim, po nga e që kam si njoje, pritjet janë të tilla. Pritjet janë të tilla. Zgjedhjet nacionale, jeni bogati? Kemi tash zgjedhjet lokale, po si duket do kemi shumë afër dhe sigurisht se do bëhemi gati edhe për zgjedhjet nacionale, sepse unë besoj se do t'japim një epilog, sepse jemi duke paguar kosta dhe kur po flasim për projektet, kur po flasim për angazhimet tona lokale, shohim që kemi ngecur në dinamik në projekte pikërisht për shkakun se nuk ka buxhet të miratuar dhe nuk mund të kemi nëntamën buxhet të miratuar për arsye se nuk kemi një qeveri formale, po kemi një qeveri në detyrë. Dhe dhash Zotit që zgjedhjet e ardhshme të sjellin një qeveri e cila është qeveri formale dhe qeveri që kryen punë dhe angazhimet e saj dhe jo qeveri në detyrë. A shah Agim Aliu potencial për qeverisje vetëvendosje PDK? Nuk e di, sigurisht se... Mos me thuj që s'po do më marrë me temat e mëdha. Jo, nuk është puna që s'po dua, po është një epilog që e prodhon rezultatin zgjedhor. Dhe varësisht për epilogut që e prodhon zgjedhjet nacionale, numra që dalin, ato pastaj
janë pjesë e kalkulimit politik për të bërë numra, sepse zgjedhjet e radhës nuk janë tashmë zgjedhje vetëm për qeveri, por janë zgjedhje edhe për president. Dhe prandaj duhet parë numrat, pastaj duhet parë konstelacioni i forcave që mund të bashkohen për të bërë numrat të mjaftueshëm për të bërë zgjedhjen edhe të qeverisë, por edhe të presidentit. Agim, ka ndodhur mediat në gjatë fushatës zgjedhore, sigurisht ke pas shumë paraqitje, po ta bëj pyetjen e fundit. Po ankohen që s'po shkon debate. Vetëm 2 debate. Po tjetër që po, sepse kam pasur pamundësi për shkak të planifikimeve që kemi pasur, por nuk kam qenë i vetmi që ka munguar, ka pasur edhe plot kryetarët e tjerë që nuk kanë mundur të shkojnë, nuk i di edhe arsyet e tyre, por në fakt kemi kërkesa të shumta, janë 10 televizione që kërkojnë të jemi në debate, por nuk kemi mundësi të shkojmë në të gjitha debatet, sepse ne kemi planifikime, kemi tubime, kemi kërkesa të shumta të shtetarëve, por arsyeja pse nuk kam mund të shkoj në këto 2 debate ka qenë pamundësi për shkak të planifikimeve të mëhershme, por në debatet e radhës, fjala po vjet të dielën, unë do jem në debat. Edhe sa tjera debate i keni tashmë? Ka debate, 3-4 debatet e tjera janë spok. Agim, faleminderit shumë. Faleminderit, stimraci. Mirë raqe në Teriza gjithmonë. Mirë se Faleminderit shumë.